mbeturinave inerte ishte pika e dytë e kësaj mbledhje. Komuna kishte parapar 2 deponi inerte, një në Çikatov, të Re dhe një në Komaran. Kjo pikë nxiti debate ndërmjet deputetëve. Sqarime dhan drejtori i Gjeodezisë dhe Katastrit Mediku Rumeli, drejtori i urbanizmit Betim Berisha e kryetari i komunës Nexhat Demaku. Nën kryetar, kolegë drejtor, deputet. Propozim vendimi që ka për traktimin e lokacioneve për mbeturinat inerte, sipas nenit 40 të ligjit mbi mbeturinat aprovuar nga Republika e Kosovës, ne jemi të obliguar që s'po një lokacion të caktojmë në komunën e Drenosit. Komuna e Drenosit e ka një territor prej 27.500 hektarëve, kështu që kemi menduar që t'i bëjmë 2 lokacione. Qëllimi ka qenë që mbeturinat nga demolimet e objekteve të ndryshme të kenë lokacion qytetar sa më afër vendbanimeve. Kështu që ne kemi ardhur në bazë të analizave dhe drejtorive përkatëse, kemi caktuar që lokacioni i parë të jetë në Çikatov të Re, parcela katastrale 140 e evidentuar në flet treguesin 70315057 në vendin e quajtur Utrina, fusha Gjer, Kullos e klasit të dytë. Këtu do shta me ndërhy pak se unë dyshoj edhe kolegët e mi ekspert që janë të gjeodet dhe agronom dyshojnë që është e klasit dytë, sepse nuk mundet me qanë mirë për shënimet janë që nga 14 shkurti gjatë e nishës. Ndërsa lokacioni dytë është pjesa parcelës katastrale 264 3x4, evidentuar në fletën treguesin në vendin e quajtur Rudisht. Këtu kemi menduar që është një pjesë e donave të soda dhe është në zonën katastrale në Komaran. Qëllimi i kryetarit dhe i drejtorëve ka qenë që ky propozim vendim të jetë i arsyeshëm për shumë shkaqe. Na kemi edhe objekte që pritet t'i demolojmë, kemi edhe objekte që janë të demoluar, por nuk e kanë lokacionin e caktuar. Andaj inspeksioni do të jetë shumë më lehtë, çdo intervenim që do të jetë e ka lokacionin e caktuar. Këtu kemi një kusht edhe prej nga organizatës gjelmane Gizit, keni pikën e dytë propozim vendim që e cakton. Gjeodezia është e obliguar ta bëjë caktimin e pika kufizuese pas aprovimit të këtij propozim vendim, ndërsa menaxhimin e këtyre lokacioneve për mbeturina inerte e bën drejtoria për shërbim publike. Unë pota me disa deputet delegat më falni, para prakisht një bisedë ke çështja e Komarani. Parcela katastrale në Komaran i ka 23 hektare. Na kemi caktuar 1 hektare gjys, është pyetje të vija ujë, kështu që na erdhën përfundim me gjeodet dhe me urbanizëm nuk pengohet dhe është shumë e përshtatshme sepse është pronë komunale. Si arsyetim i këtij propozim vendimi vjen edhe një çështje. Komuna e Drenosit ka mungesë dokumentacionit ndër komunat më të shkatruar. Kështu që ne lokacione që janë të AKP-s ose në ekonomi pyr nuk jemi të interesuar të implikohemi më shumë përmes gjykata. Prandaj këto prona kemi marrë përfundim janë më të përshtatshme dhe kemi marrë përfundim që janë pronë komunale dhe nuk ka asnjë shkelje procedurale dhe ligjore. Dhe unë atjetë që ka i saraj delegatëve, këtu nuk ndrohet titulli i pronës, vetëm caktohet shfrytëzues, drejtoria e shërbimit publike, menaxhon kur të qoftë që t'i vynë komunës, mund më hiq i tytë dhe mund më ndru ky lokacion. Unë i kam skicat originale, sigurisht ju i keni, lokacionet janë caktuar. Sipërfaqja në Çikatov të Re është 1 hektar tavatorin, ndërsa atje 1 hektar pazatari. Besoj që ky propozim vendim është shumë i arsyeshëm dhe është i obliguar komuna që ta ketë këtë propozim vendim dhe ta aprovoj për shkak se ne kemi mbeturinat e lloj-llojshme. Në bazë ligjit mbi mbeturinat dallohen mbeturinat e rrezikshme, jo të rrezikshme. Këto janë qëllimi vetëm mbeturinat të ngurta, mbeturinat që nuk kanë indikim në ambient. Ne jemi konsultuar edhe me drejtorinë e urbanizmit edhe me inspektorin e ambientit, kështu që edhe ata kanë ardhur përfundim që i plotsa kushtet. Ndërsa pas aprovimit të tij ju e dini na do ta çojmë propozim vendimin për ligjshmëri, nëse aprovohet unë ju thras që ky propozim vendim të aprovohet sepse është i arsyeshëm dhe përgjegjësinë e morrëm Gjeodezia, Urbanizmi dhe Shërbimi Publike. Ju falenderoj. Të nderuar koleg, në lidhje me propozim vendimin fjalë,
Boni mirë drejtori që të paktën na tregoi domosdoshmë çështjen e klasit tokës, edhe pse asgjë nuk i ka kushtu mjashtu një fusnot, një 2-3 rreshta për fundi me tregu kur kanë qenë regjistrimet e fundit dhe klasifikimit e fundit me atë klasë saj toke. E dyta, te harta e dytë në Komoran, faktikisht unë u desh me pyet koleg ku saktësisht se nuk e dija mbas të orientimeve në hartë. Ajo që ka është shqetësuese vetë fakti i sjelljes një propozim vendimi të tillë para kuvendit se në atë mënyrë saqë po na qet neve këshilltarëve komunal me një pozitë shumë pa lakmueshme gjoja se na jemi kundër këtyre propozim vendime, kundër deponive të tilla. Në parim gjithë jemi pra dhe jemi përmes gjithë këtë çështje. Mirë po caktohen lokacione në mënyrë amatoreske, më i thonë me komplet kuptimin e fjalës. Arsyet që po them për shkak se domethënë u tha drejtori tha që do të më kon sa më afër vendbanimeve, që gjoja se me pas qasje domethënë qytetarët mi gjug mbeturinat. Po drejtor, mbeturinat inerte nuk barten me kolicë dore, po barten me kamion. Edhe na e dim që ato do të më kon me një hapësirë që nuk janë afër banimeve për shkak se kanë një ndikim të theksuar mjedisor. Ju garantoj para juve këshilltar komunal se me krijimin e kësaj deponie, posaçërisht me këtë që katovën e re, ata banorë aty do të kenë 24 orë, domethënë pluhën evident në familjet e tyre. Aq më tepër, kur e dim se është një pikë shumë emocionale për shkak se janë varrezat e dëshmorëve shumë afër. Ju mungon vend se ne jetë mendojmë se si të çojmë një infrastrukturë të varrezat e dëshmorëve, që aty mungon rruga deri të arrijmë të varrezat, ne ju ofrojmë bërllogun afër. Kjo është një çështje që ka një ndikim edhe mjedisor. Na e dim fort mirë se ti mundesh mi deponu aty. Mirë po a kemi mendu na se u tha që kemi bashkëbisedu 3 drejtorisë bashku ku me qit lokacionin. A keni mendu ose pse nuk është sjellni arsyetim? Se çka do të bani me ato mbeturina inerte? A do t'i ricikloni? A do t'i domondani? Sa ato do të mund klasifikuar çka është pjesë metalike, çka është jo metalike, çka është beton dhe do të riciklohen. Aq më tepër, dyshimet janë aq më të thella. Unë vetë jam antari se pyeti kolegu Ajet se a është diskutuar domosdoshmë për planin lokal veprimit mjedis, domosdoshmë ndikimit mjedis. Unë jam antari i atij komisioni. Na veç jemi domosdoshmë flugun më të madh të punës, duke identifikuar problematikat mjedisore dhe aq më tepër derisa na jemi duke punu, as na pyet fare neve kërkush. Edhe krijuan edhe 2 vatra të reja, ose 2 pika nxehta që quhen terminologjinë shkencore mjedisore, të ndotjes ose ndikimit mjedis. Pa na pyet fare askush. As inspektori mjedisor, as nga drejtorat që e kanë për obligim të paktën. Aja që jam çuditë edhe më tepër kur e di që as me shoqërinë civile nuk ka bën kurfar debate askush ose nuk ka diskutuar askush me ta. Mos harrojmë, na kemi në kuadër shoqërisë civile kemi një OJC-CD që domosdoshmë është duke kryer një punë jashtëzakonisht madhe ndër nas. Na peshojmë se sa punën e mirë ka bën gjithë, na jemi evident ato janë fakte që nuk mundin më shqip. Askush nuk ka diskutuar, as me ata dhe në mesin e tyre ka eksperta shumë zellshëm mjedisor. Pikën tjetër, që është edhe ndoshta unë pajtoj që në aspektin ligjor ky si vendim mundet me kon ndomon harmoni me ligjin. Mirë po, edhe banorët, unë vetë personalisht kom kontaktu me banorët pasi që më ka ardhur propozim vendimi. Shumica prej tyre janë kategorik kundër. Jo pse ata nuk duajnë me zgjidh çështjen e domosdoshmë deponive inerte, po lokacionet janë caktuar jo në përputhje me kërkesat e banorëve dhe kërkesat mjedisore. Andaj, konkretisht në aspektin e deponisë në Çikatov të re, jam plotësisht kundër. Edhe pse mbas fakteve që mora, domosdoshmë dëshmive që mora pe këshilltarëve komunal koleg, edhe deponia atje është caktuar në përputhje me dispozitat domosdoshmë të planit të përgjithshëm se na si Kosovë, si shteti i Kosovës se kemi një plan të përgjithshëm domosdoshmë që e ka miratuar Ministria e Mbrojtjes Mjedisit dhe domosdoshmë aty përcaktohen edhe kriteret e qarta dhe regulativa të qarta se si do të jenë kriteret për mu klasifikuar një tokë për deponi të mbeturinave inerte. Kështu që ju bëj thirrje të nderuar koleg, bili të paktën në këtë deponin Çikatov 3, të paktën këtë të kërkojmë pe drejtorive përkase të ndrohet destinimi i kësaj deponie.